ekziston shumica tek asnjëra palë, pra as tek vendosja me partitë e saj aleate, por as të partitë e tjera që vinin nga ish bloku opozitar. Kështu ka qenë rezultati i zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, që ka qenë vështirë për të bërë qeveri nga asnjëra palë për shkak si tjetë polarizimit skajshëm të skenës politike kosovare. E Zëri, gjithë ky vendim i ditës së djeshme, a mund të thuhet tashmë se është bërë për të zgjidhur të gjithë krizën politike që po ndodh tashmë në Kosovë? Propozimi i djeshëm nuk zgjedh krizë, thellon krizë. Është një propozim për të blerë kohën, si thash edhe më parë, pasi që vendosja llogarit se data që asaj do t'i konvenonte është 28 dhjetori për të organizuar zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë, kështu që vetë mandatimi pa një garancë prej 61 firmave të zotit Konjufca nuk ka qenë një hap drejt zgjedhjes së krizës, por një hap më shumë drejt zëllimit të saj. E qartë, por çfarë ndikimi mund të ketë, zoti Azeri, ky proces mbi stabilitetin institucional edhe besimin e qytetarëve tek institucionet pas këtij vendimi? Tani thjesht Kosova po hyn në një krizë gati se thuaj se të panjohur. Megjithatë, kjo humbje kohe natyrisht mund t'i kushtoj Kosovës në shumë procese. Rrezikon për të mbetur edhe pa buxhet, dhe mosmiratimi i këtij buxheti mund të rrezikojë edhe pagat në sektorin publik, por edhe në shumë sfera të tjera. Kështu që sa më shpejt vendi të shkojë në zgjedhje, atëherë mund të llogarisim se mund të shpëtojmë nga ajo kriza e thellë e cila na pret sa i përket buxhetit dhe funksionimit të shtetit, sidomos të agjencive të pavarura, që ato drejt për drejt i varen nga buxheti që ndan Kuvendi i Kosovës, duke miratuar buxhetin e vitit 2026. Mirë po sikur partitë politike më shumë po bëjnë llogaritë e tyre elektorale se sa që po merren me krizën që tashmë ka hyrë Kosova. Zoti Azeri, nga ana tjetër, a ka diçka që fshihet më shumë për çfarë tregon kjo edhe për ky veprim i fundit për marrëdhëniet aktuale midis Albin Kurtit edhe presidentes së Kosovës Vjosa Osmanit? Ajo që shihet ndoshta është parë që nga fillimi ka një dakordancë mes zonjës Osmani dhe kryeministrit në detyrë zotit Kurti, rreth mundësisë që zonja Osmani përsëri të hyjë në një listë të përbashkët me vetëvendosjen, pra me zotin Kurti, dhe së bashku të garojnë në zgjedhjet e prillit, pasi që ata janë duke bërë një farë lloj projekcioni që Kosova do të ketë prapë të dy palë zgjedhje. Do të mbajnë zgjedhjet në dhjetor, por edhe zgjedhje në prill, duke llogaritur në pamundësinë e zgjedhjes së presidentit të vendit, pasi që duhet aty të tretat e deputetëve për të qëndruar në sallë, dhe zgjedhja bëhet në rundin e tretë me një shumicë të thjeshtë nga 41 deputet. Pra këtu është ajo që po i bën bashkë zonjën Osmani dhe zotin Kurti, në një farë mënyrë për të qenë sigurt, për të garuar bashkë dhe eventualisht, siç pretendojnë ata, për të përsëritur rezultatin e vitit 2021, ku dolën mbi 50% të votuar nga elektorati kosovar, një rezultat që për mendimin tim është vështirë që të përsëritet. E qartë, zoti Azeri, nga ana tjetër, i gjithë ky vendim si është parë në sytë e ndërkombëtarëve dhe pritshmëritë e tyre që kanë në lidhje me Prishtinën? Thënë drejtën, gjatë gjithë kësaj periudhe, mund të themi se ndërkombëtarët nuk kanë qenë gjithashtu të angazhuar në këtë drejtim, dhe kjo është përbrengosje, pasi që nuk kemi parë ndonjë iniciativë nga ndërkombëtarët nga shtetet partnere të Kosovës për t'i
ofruar partitë politike rreth një kompromisi për ta tejkaluar këtë krizë në cilën tani është Kosova. Ky është këtu edhe ajo që është fakt, ne nuk kemi akoma ambasador të Shtetit Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, pasi që nëse marrim parasysh traditën apo në të kaluarën, në këto lloj ngërçesh politike, në këto kriza institucionale, ka qenë ambasadori i Shtetit Bashkuara të Amerikës, por edhe ambasador të shteteve të tjera të Perëndimit, të cilët kanë shtyrë partitë politike për të bërë kompromis dhe për të çetur zgjedhje në rast të krizave. Ndërsa këtë rast ne nuk kemi parë ndonjë interesim gjithsaq të theksua të faktorit ndërkombëtar për të ndihmuar apo për të shtyrë partitë politike drejt kompromiseve që do të rezultonin me formimin e qeverisë dhe me daljen nga kjo krizë në cilën jemi. E qartë. Mirë, zoti Ziri, një tjetër çështje e rëndësishme është edhe ajo që vjen lajmi nga Bashkimi Evropian, ku komisionerja e zgjerimit TBE-s Marta Kos ka sinjalizuar nga Brukseli se Bashkimi Evropian mund të heqë së shpejti masa ndëshkuese të vendosura ndaj Kosovës në vitin 2023. Ne ndjekim insertin dhe rikthehemi për të kuptuar më shumë. Komisionerja e zgjerimit Marta Kos ka deklaruar të martën nga Brukseli se BE mund të heqë së shpejti masën ndëshkuese për Kosovën të vënave në vitin 2023 pas rritjes tensioneve në veri. Për sa i përket masave ndëshkuese ndaj Kosovës, në progres raport ne besojmë se mund të heqim këto masa sa më shpejt jetë e mundur, pasi edhe zgjedhjet lokale u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe normale, tha Kos. Ndërkohë nga ana tjetër, Kos mbajti një shëndrim më kritik sa i përket Serbisë, duke thënë se duhet i përmbahet angazhimeve. Sa i përket Serbisë, progres raporti është kritik sigurisht. Nga ana tjetër ne jemi në mënyrë konstante në komunikim me qeverinë me presidentin Vučić. Ata na kanë premtuar se do të arrijnë të përmbahen angazhimeve. Ne po presim që kjo të ndodhë në të ardhmen e afërt. Ka qenë një vit i vështirë për Serbinë sepse ka patur një proces ku krijuar një qeveri e re. Ne duhet të pranojmë që duhet të ketë një ritëm tjetër në zbatimin e rekomandimeve që kanë të bëjnë me ligjin e ri elektoral. Vazhdoi më tej Kos gjatë një konferencë që mbajti me gazetarët pas prezantimit të progres raportit për vendet kandidate për në Bashkimin Evropian. Mirë, zoti Ziri, cili është mesazhi politik që dërgon deklarata e Marta Kos për heqjen e masave ndaj Kosovës pikërisht në këtë moment? Heqja e masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian për Kosovën, bazuar edhe në atë çfarë ka thënë Marta Kos, por edhe në deklarata që vinin gjatë ditëve të kaluar nga Brukseli, lidhen në drejt për drejti tashmë pas zgjedhjeve lokale se si do të bëhet apo realizohet periudha e tranzicionit të pushtetit nga që ka të bëjë sidomos me 4 komunat në veri të Kosovës, pra me Mitrovicën e Veriut, Zvečanin, Leposavicin dhe Subi Potokun, që kishin dërmëtani kryetar udhëhiqin nga kryetar shqiptar. Dhe varet shumë se si do të bëhet ky tranzicion tashmë, kur dihet se lista serbe ka fituar të 4 komunat që në rundin e parë. Megjithatë, unë përsëri kam ja lejoj vetës që të kem një rezervë edhe me atë që ka të bëjë me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Pra, heqja e masave nga bashkimi, masave ndëshkuese nga Bashkimi Evropian për Kosovën mund të ndërlidhet edhe me atë që është një kërkesë e vazhdueshme e zyrtarëve evropian nga Brukseli, që ka të bëjë me asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe dërgimin e draft statutit të saj në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Pra, unë pres që sërish zyrtarët e Bashkimit Evropian heqjen tërësisht të masave ndëshkuese për Kosovën ta lidhin edhe me dërgimin e draft statutit komunave të asociacionit e komunave me shumicë serbe në gjykatën kushtetuese, që do të thotë edhe fillimi i procesit të krijimit të këtij asociacioni. E qartë, zoti Ziri, nga ana tjetër, a nënkupton ky edhe një sinjal pra po i shuaj rehabilitim në thonjza të Kosovës në sytë e Bashkimit Evropian? Unë besoj se do të ketë një lloj rehabilitimi, pasi që bazuar edhe në raportin e progresit të Bashkimit Evropian për Serbinë është mjaft i qartë në kërkesat kur kanë të bëjnë me Kosovën dhe me
procesin e dialogut. Një gjë do t'jenë shumë konkurс e të qartë edhe me palën kosovare, kështu që masat dëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës do të heqen në momentin kur evropianët do të jenë të bindur se Kosova po merr hapa konkret, siç thash në 2 drejtime, në periudhën kur do të bëhet kalimi i pushtetit nga ish kryetarët shqiptar tek kryetarët e ri sërbë që vijnë nga lista sërbe në 4 komunat e pjesës veriore të vendit, por që unë pres që një pjesë e këtyre masave do të mbeten